A mund të bëhet programer një i ri që ndjek vetëm kursin pa i kryer studimet si bazë? Mendoj që mundet, se kam pa prej afër persona që jo detyrimisht kanë qenë në studime specifike në një fakultet, për shkenca kompjuterike ose inteligjencë artificiale ose inxhinieri, dhe kanë arrit që të jenë më... Kjo tash nëse personi në fjalë dëshiron që të jetë një programer, të thojmë, mundet me mësu një gjuhë, 2, 3, edhe ta bëjnë një punë specifike. Do shta përparësia atyre që jenë në universitet, tërsa ata studiojnë edhe më gjerë, edhe njohin pak më gjerë fushën. Pastaj kanë mundësi, do të thonë prej asaj të përgjithshmës, të kalojnë në atë më të specializuar. Ndërsa persona që zakonisht nuk fillojnë studimet, janë persona që shkojnë direkt ka specializimi, ka ajo që ju intereson. Dhe në disa raste kjo edhe funksionon, nuk besoj që është ndonjë problem nëse kjo do të thonë është në përputhshmëri me kërkesat edhe me synimet e personit. Ka me pa ndoshta vende mungesën, ndoshta një njohuri më të përgjithshme, po megjithatë ka shumë prej tyre që janë aq të mirë në punën e tyre, bëjnë punë praktike, bëjnë përvojë pune dhe ndoshta avancojnë edhe më shumë se sa plot që janë në universitet. Kjo është shumë relative me personin. Pastaj çdo person që dëshiron me arrit diçka më shumë dhe mundohet më shumë, i ka vështirësitë e vet. Qoftë ajo përmes universitetit, qoftë përmes trajnimeve, nëse dëshiron me arrit diçka dhe jap kohën dhe mundën, unë mendoj që pastaj metodat janë vetëm çështje relative secili si e gjen veten.